Mirëmbrëma Xhiro me Syqin. Sonte do të kemi të ftuar analistin Ergis Mërtiri. Do të diskutojmë rreth ndalimit pasaportës dhe shkarkimit nga detyra të ministres, të zënës kryeministres Belinda Balluku, dhe po ashtu do të diskutojmë një temë që Mërtiri ka pas një shkrim shumë interesant lidhje me panajirin e librit dhe kriza e librit dhe e shkrimtarisë, nëse mund ta quaj kështu. Sepse kemi shumë shkrimtar, po a kemi vlera libri megjithënë? Dhe a lexojnë shqiptarët libra në fakt kur kanë një sjellje të tillë siç sillen në mënyrë të ashpër qoftë në media dhe qoftë në jetën publike? Për këtë do diskutojmë me sociologun dhe analistin Ergis Mërtiri. Ergis, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta. Ergis, ta fillojmë me Ballukun, ky është lajmi i parë. Sot, pasi u thirrë pa ndehur, pasi u thirrë si akuzuar, Ballukut tashmë i hiqet pasaporta e drejta për dalë jashtë dhe po ashtu kanë kërkuar dhe pezullimin e saj nga detyra. Çfarë mendon ti, çdo të pritet mas këtyre masave? Kjo është mas para arrestit, mendoj. Kjo është mas që e pengon zërin Balluku që dalë jashtë shtetit me qëllim që kur të arrestohet prapë mos ikë siç ka ikë zonës kryeministit tjetër, Tigri, Ben Ahmeti. Dhe tjetra e pezullon nga detyra sepse duke qenë detyra e ushtron presion ndaj Spakut për hetimet, për prish provat, për kërcënuar dëshmitar, për të dhe në fakt me që ka ndarë llafe lart e poshtë, ajo ka shpreh gjithandej mesazhe të tipit që unë s'jam si këta tjerët, keni kujdes etj. Pra një lloj kërcënimi të fshehtë. Megjithatë këto vlen të shifen. Për mua është arritje që nuk ja mohojmë prezumimin e pafajësisë as kujt, secili ka drejtën me u përballë në fund fare gjykata është që vendos, por për mua është arritje që Spaku tashmë ka guximin, ka kurajon, ka fuqin për të godit lart deri njerëzit më të afërt qeverisë dhe sigurisht që kjo ka vendosur në siklet qeverinë sepse është zëvendës kryeministri i dytë që i kapet Ramës, përveç se një shpurë të madhe njerëzve që kanë pas pushtet të rëndësishëm, ministra, ish deputet, kryetar bashkish, cilët kanë qenë njerëzit më të afërt të Ramës, bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë dhe persona me të cilën ai ka kriju këtë qeverisje, kaq sa ka kriju këtë që ka kriju. Dhe fakti që Spaku ka kap një pjesë të madhe të tyre tregon një farë mënyrë që kjo është një qeverisje super e korruptuar, domethënë një qeverisje ku zorse gjen njerëz të pastër dhe sigurisht që kur kryeministri shoqërohet me njerëz të cilët drejt për drejt nga prokuroria janë sulmues, po themi për çfarë dim dhe për çfarë flitet. Por ata që janë me fakte, me prova, me presh në duar, tregon që niveli i kësaj qeverisje, niveli i korruptueshmërisë kësaj qeverisje është ku thret Qameti, domethënë është sikur më parë është një qeverisje që në çdo vend botës nuk do të mund mbjetonte dot. Mbjeton këtu se s'ka përballë asnjë alternativë kush zëvendëson. Dhe kjo është fatkeqësia e këtij vendi, që kemi ngrit institucione për të parë, cilët po godasin. Dhe kos kemi opozitë që zëvendësohet dhe kjo është. Ka opozitë, po s'ka as ndjeshmëri publike. Si e shpjegon këtë? Në gjithë botën, këtu se ju jeni dhe sociolog, në gjithë botën, partitë politike luftën e bëjnë brenda institucioneve. Apo jo? Flasim për vendet perëndimore. Ke pati që dalin deputetët e parlamentarët e dalin në protesta. Lufta bëhet aty, me alternativa me ashtu. Ditën kur është koha zgjedhje bëjnë zgjedhjet, japin alternativat. Kjo është rruga politike klasike në gjithë botën. Kjo është. Politika ka kur thua që nuk ka opozit, atë e dim që s'ka opozit. Se e pam dhe pardje. Sepse opozita është në të njëjtin batak, ka qenë në të njëjtin batak. Ka bo korrupsion. Është si kjo. Gjithashtu. Ashtu dhe i din dhe pasurit. Din pasurit e Shkëlzenit, e pasurit e tjetrit, e Mediut, e gjithëve me radhë. Dhe këto janë të akuzuar për vrasje. Dhe Berisha kërcënon Spakun nga mjesit deri në darkë, se jo thatë ka kërcënu Belinda Balluku. Tash si spjegohet ky double standard i Spakut?
Kur krym double standard, double standard. Pse është double standard? Gjua e Berishës, unë nuk di ndaj tjetër që të këtë përdorë njëri gjuhën e Berishës në drejtim të Spakut. Po. Dhe akuzat e tij janë akoma më të rënda, janë për vrasje. Tash po bëhet fjalë për 21 janarin, po kemi Gërdecin, e kemi Kosa Trebickën, e kemi atë Hoxhën si e ka pas. Që janë po. Tash ti Berisha ka pasaportën, Berisha lëviz lirshëm, Berisha shkon kudo. Kurse këtu zvën kryeministri. Ja hoqi pasaportën. Jo, më Berisha po te ja hoqi, ja ktheu apeli. Po do të dëroj gjykata kushtetuese tha, me që çeka kështu igje se nuk ka kuptim. Po pse të gjitha shkallët e gjyqësorit. Jo, a kemi një double standard këtu? Se ti nuk është tek Spaku, pra. Jo, është ke Spaku. Është ke Spaku, sepse kush është? Pse tash ja e ka Spaku këtë Belinda Vallukut? Po. Pse nuk e paska për Berishën? Pra, unë prap ngul këmbë se segmentet të Spakut janë në nënhyqmin e Berishës, ku i ka kap, asi i pagu, a çfarë bo Berisha atë e di Berisha me ato që ashtu. Po që kemi një double standard në këtë rast, këtë e thënë gjithë, dhe në anën tjetër e thatë me të drejtë, që kanë arrestu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 nga opozita. Dhe ke 3 njerëz që janë në akuzë, po nuk janë arrestu. Është arrestu Ilir Meta? Po Ilir Meta nuk është i majtë Allah, nuk është i djathtë. Po që si ka është nga opozita, shiko pse Berisha është i djathtë, do të thotë. Jo, po të jetë më i djathtë. Të djathtë nuk ka, e kemi diskutuar ku ka djathtë. Bile se djathtë është më e majtë. As nuk ndoshta është Iliri më i djathtë. Këtu nuk ka të majtë të djathtë. Tu ka që i vjedhën me dorën e majtë e vjedhën me dorën e djathtë. Se s'ka këtu ideologjie, principe politike, lene atë ti. Tash si problemi është që këtu ka një double standard mendojnë. Dhe ky double standard vëm pikpyetje shumë gjona. Po pse ka double standard? Po kamërlla se nuk është e njëjta, nuk është e njëjta. Fatmir Mediu, përse nuk i bllokohet pasaporta? Është për një ngjarje, është Gërdeci është ngjarja më e rëndë, u pren lajmet në gjithë botën. Unë kam qenë në Amerikë dhe po pren lajmet CNN gjitha thanë ja bllokoi pasaportën Berishës. Ja bllokoi Spaku. Ora e ka pasaportën sot ai tash to do iki ja ktheu apelin. Po pra se ka apelin ka. Spaku e ndoqi standardin. Po ka apelin sepse shiko, jo gjitha hallkat e gjyqësorit janë njësoj. Apeli po të shohësh ti. Po pra apeli mirë pas ka apelin. E njëjta gjykatë që ja vulën Alibet, i herë ja vulën Sali Berishës. Për një gjykat, me tjetër prova për tjetër çështje. Do të thotë si mund të gjykojë një gjykat dy herë ndryshe. Pra sigurisht që ka sa dush probleme te ke gjykatën e lartë. Dëshë nxorën, por po tjetër për atë gati janë me nxjerrë Erveli nga burgu. Gjykata kushtetuese. Mori vendim që nuk ka drejt kryeministri i Shqipërisë thotë me Këshillin Bashkiak të shkarkoj kurrë. Po e vërtetë është. Po si Po s'ka drejt, edhe Këshilli. Po pse s'ka drejt? Është me ligj, është me ligj. Jo më zotni, s'është i zgjedh. Është i zgjedh. Ore, një gjë mos u merr personale, nëse nuk e dim çka po velia, me ligj nuk ke drejt ta shkarkosh. Po si bide domthonjë që kushtetuta. Nuk ke drejt ta shkarkosh. Kushtetuta parashikon. E thot Barmi Zez, kushtetuta vetëm kur ka kushtetuta sipas gjykatës kushtetuese do të thotë që ti po zgjodhe në fillim. Më rastin supozoj vi gjë. Deli Roveria me kuburë mbres. Ditën e parë të punës, vret Këshillin Bashkiak. Bam. Po vetëm në rast flagrante thot, kur s'ka bërë rast flagrant. Lene tash këtë punë, se kjo është ajo shkelje e rëndë. Rast flagrant. Ore është ta argumentoj gjykata kushtetuese, ti e don burgësh mund të jetë çfarë do ti, personalisht. Ore s'ka flagrant. Tu ka double standard. Si ka flagrant. Tu Po këto i bi nuk ke drejt ta shkarkosh një njeri në gjithë botën, po them, jo këtu. Po shiko pra. Ai është kryetari, dëgjoni. Ai ishte kryetari i New Yorkut. Po prit. Ai ishte kryetari i Bashkisë New York me 12 akuza. Po. Dhe shumë të rënda. Po dakord po. Dhe nuk arrestoi njeriu më se është i zgjedhur më. Po valla, ai është arrestuar. Është i zgjedhur. Është në burg e Rënvelia. Po pra. Edhe këto po flasin për shkarkimin. Edhe arrestimi i tij është bërë në mënyrë gabuar flagrante sepse ke prokuror të tillë si ai, që si e ka ai bravo që lum dorë. Si bravo i qoftë. Si bravo i qoftë ai, çi futin burg më. Ai është personale, ai ka konflikt interesi aty. Ai s'do të jetë prokuror. Qoft nga
ajo shkollimi që ka qoftë nga gjitha që nuk parametrat që nuk I mush si prokuror, dhe tjetra është ai ka kërku leje ndërtimi, ai është konflikt interesi, ai është një prokuror, ai është po. A këtë e dike, këtë se dike. Mos u fut me inate personale se këti inate me se kur vje puna e mbrëm këtë kurse kur është double standardi nuk e mbrëm. Ke double standard më thirr. Po kemë double standard. Se po them se nuk merr njëtën mas për Berishën. Po të marrë. Kurse këto I ka fut gjithë në burg. Dhe mirë ka bëu që I ka fut. Dëgjoj. Berisha, Rama. Jo, një minut. Po u thot bravo I qoftë Spakut. Bravo, mos I qoftë se nuk është bravo me. E mori më masën e fundit. Jo, çfarë masë mori? I mori pasaportin. Deri tash nuk e, deri tash. I mori pasaportin dhe dha detyrim paraqitje Berishës. Si Ballukut. Po pra e lojë tjetër. Lojë tjetër për këtë po them unë. Pra nuk shiko, edhe. Spaku ka bërë. Ai thot prish provat. Ai Berisha kërcënon nga mjeset deri në darkë Spakun. Nga mjeset deri në darkë. Kriminali thot, lidh me krimin. E liroi gjyka apelit më burr. Mos u futni në ndjenja personale. Sepse po ndërtoni shtet policor kështu. Keni paralizuar, është paralizuar gjithë administrata. Ergys, është paralizuar gjithë. Ata do ikin vllazë. Ata po paralizojnë vënën më burr. Ore, nuk janë gjithë hajdut. Atë edhe media ku punon ti gjithë hajdut janë. Po, edhe media është e para që është skem piramidale. Po të parët, nga mediat ku dalën aty të filloi. Nga gjithë. Ato më thon sot. Media është gjithë skem. Hajde të bëjmë filtrin e medias. Hajde bëjmë filtrin e medias, bëjmë burimet financiare, media është gjithë skem piramidale. Media për mua. Mos na çuditni. Media, do më inventim ti. Media është më korruptuar se politika. Po pra, se media ka bërë këtë përshesh. Media është një nga qenefet më të mëdha këtë veni, një nga WC tualetet. Po pra, dhe bën moral nga mjesin dark media. Me tallavate. Dhe media sot është kundër Spakut me tallavate banaqeve të darkës. Po pra, atë kundër Spakut natë. Të dyja parë, si të si djath. Atëherë po si gjithë këtë punë do paralizosh gjënin gjithë, se këtu gjithë hajdutën që ka këtu paska. Vetëm hajdutën edhe showbiz po edhe me lon kështu. Me eskorta. Po I media që mush me eskorta më mota si ndene mos na bë me hap gojen. Ore tjetër për mua nga media do të fillu. Po pra. Po, e meritojnë vëllaz. Sa diskutohet fare. Tash duke qenë se se këtu s'merret vesh, këtu domethënë se ti ke po këto media që kanë qenë me Berishën, sot I ke me Ramën, domethënë që këta janë gjithmonë në pushtet. Po jo me Berisha Rama. Ti edhe po ndrove qeverinë, po këta janë pushtet. Po këto media, po këta pronar bredetë, Ergys. Po diun minjerash e koncesionarit këtu është oligarkia pra që s'ndrohet, s'ka rotacion. Jam dakord dhe padyshim që ky vend ka korrupsion. Padyshim që ky vend ka pare pastrim paraje, por nuk mund të thuhet të gjithë janë hajdut se priti herë. Dhe do ta vërtetosh, më dhan gjithë botën do ta vërtetosh. Dhe do të zbatosh disa rregulla, disa ligje që I keti vet. Për atë që theti është antikushtetuese po them. Me lexo ligjin, arrestimi I Erion Velit është antikushtetues. A ka bë Erion Velia korrupsion, as ka bë le ta gjejnë. Por ti mund ta bësh e fare mirë. Ti mund ta bësh se ti kërcënon provat shkon burg. Ai ka kërcënuar prokuror, Prokurori ka kërcënuar tema. Prokurori po them unë është një palaço prokuror. Ai prokuror është palaço prokuror. Është palaço. Është palaço. Bile po ti bëhet hetim pasuria ti prokurorit, do shkojë ai në burg I parë. Pa rënë tash. Po pse ti pas ke drejt me fol për një gjë që se di, një prokuror që ka kurajën. Po jo, çka kurajo më. Po çka kurajo kam. Ai është prokuror palaço se ka shkel gjithë ligjet. Ore një sekondë, unë po them. Një njeri se prokuror për mua palaço, ata që kanë qenë deri dje. Që me drejtik lallën krye me gjithë atjerët, që çfarë do që të ndodhet, tu boni Ilir Meta, ore një prokuror kapi Ilir Meta me presh në dur, tu da paret aty me tjetër dhe thanë është video e manipuluar. Se kjo është prokuror legjenda, po. Prokuror që po jo më çfarë prokuror, ai është a ka kërku leje. 1. 2. Nuk mund sillet një prokuror, edhe me një kriminal nuk mund sillet ashtu. Në sallë gjyqës si sjell ai prokuror. Ore ka kërcënuar ky prokuror? Jo, më se ka kërcënuar ky prokuror, ka kërcënuar. Pa çfarë? Pra prokurori Ruqetsin. Qëse gjep drejtësi prokurori Ruqetsin. Prokurori nuk është aty për të bërë marrëdhënie. Prokurori mund ta ka me telefonata që ka kërcënuar dëshmitarin. Po çfarë telefonata që bën lene mos na I botë. Çfarë ka kërcënuar do të vrasë? Jo, më ka thonë do të fush. Mos bërë këtë janë alale pa I Zotin. Klodiana Bushka, jo. Thashë Klodiana. Ajo ka kërcënuar
dëshmitarin i ka thonë do thush këto, duke qenë në punë nga ajo. Po lene më tash. Se i kërcënuar me bukën e gojës. Po lene tash, po lene më tash, lene këto arreste se po ta kam thonë, lexo se më qenë nuk e të gjykata kushtetuese. Lexo kushtetutën është rast flagrant, nuk mundesh kur është në detyrë. Për mua edhe Ilir Metën nuk du se arrestua ashtu si arrestu. Mund të gjykoj. Ore, po keni rrëzu shtetin më. Kemi rrëzu shtetin atëherë kush janë të mirët ku këtë vend. Ku ka shtet këtu më sy keni rrëzu shtetin këtu. Jo më po jeni shumë vonë po nuk ka shtet. Çka ku ka shtet? Po jam banda e dutës, dakord, jam banda e dutës. Tash si problemi është si e zgjidh këtë Marërgys. Se edhe me dënimet e prokurorëve nuk e zgjidh. Se hikeni pa Hajdut, vini pa Hajdut. Zgjidh gjë prokuroria nuk është zgjidh. Prokuroria është për të futur në burg Hajdutin. Për zgjedhjet po të jetë për burg, po të jetë për burg. Burgu do të fillojë nga 92 që qeveria parë. Dhe ti di shumë mirë me ministra bujqësie, ministra ekonomie, ministra gjithë. Hajde të shkojmë tash ku i kanë shtëpitë, ku i kanë pasurinë. Po pra, qose atëherë do të bëhet burg edhe ta bëjmë një kamp më burgu gjithë Shqipërinë. Po të jetë për burg do të hyjnë gjithë në burg. Se të gjithë kanë vjedh në këtë vend dhe në këtë shtet. Unë jam të gjithë 100% dakord. Kush ka vjedh në burg? Gjithë. Nga i parë deri ke fundit. Po pra. Edhe sigur gjithë populli në burg. Po ta filloj marr pra. Jo ca, pra ne po themu të jo ca nuk lejohet se kanë kaluar fatet. Kanë kalu, është i parashkruar, është e bomë, është i ka se kjo moral para ne bëjmë kështu këto. Mos na gazot tash, se i di shumë mirë se s'ke nevojë, shko ke këto, si quhen këto, rezortet që kanë rrit këto, ë? Shko aty shifi vilat. Vila që nuk i gjen ke miliarderët në Amerikë. Po mirë, po duhet provuar se si duhet provuar. Ora provu telefonik, si vilën, ku e ka gjetë lekët që ka bëu vilën tash. Po mirë, ama tash lene ke double standard ti. Ke double standard. Ke i note personale, po nuk e di çka. Po atë kominon, se ana duhet valla, kaq. Po. S'komi notën personalisht, po ti për personalisht ata gati janë me shku me i thonë ajmë që i vën mjavin ato. Jo pra, ke një jo i nate, jo me këta me politikën, me Spakun. Do t'i japësh na gaçën Spakun dorë, po primë se çano boç. Or këta nuk shkuan. Po çano boç Spaku ara 5 vjet nuk shkuan. Po pse s'merret me Sali Berishën? Po merret, ai kanë dy akuza. Jo, çfarë si gjos merret, as si gjos e kanë. Absolutisht as si gjos. Si mos si gjos e kanë. Berisha tallet me to premiesit deri në darkë. Ore Berisha. Premiesit deri në darkë. Berisha është nuk ja fare po nga mrapa është as nuk i bëhet vonë fare. Nuk i bëhet vonë fare. Berisha e ke vurë Berisha s'ka Ramës thot se ka Ramë fare, Spakun e ka makt. Fare. Ve Altin Dumanin atë ka tmerrin. Fare. Doli nga Spaku, erdhi bën protestë, doli aty, nuk e pyet më njëri, nuk i shkon njëri më mrapa, ai prap del për Spaku, i thot Spaku këtij, Spaku i thotë se po, ai kupton, del burri 82 vjeç thot i akuzova unë në sallë, thot prokurori. Ç'a akuzova ti më? Do bëj muhabet kalamojsh ashi. U më them ai kërcënon për ditë, me që fole për kërcënim, ai kërcënon nga mjesin dark. Ai kërcënon nga mjesin dark zotëri. Nga mjesin dark i kërcënon. Kërcënimi i tij është kërcënimi i njeriu të marrum që s'ka të bëjë dhe do vjelli zjarr se është i terrorizuar. Pra ne ku flasim. Po pse këtë tjetrin e merr këtë e fut ke burg, atë nuk e fut në burg. E fut e qidi apeli më vlla. Jo më vlla marrë. Hajde male. Tash a mund të balkoni po mirë, që më duhet mu. Hajde të shelim. Jo më e di kur e futën burg, kur nuk zbatoi paraqitjen. Jo se e futën burg, se e thënë detyrim paraqitje. Po se si ja bën këtij tjetër detyrim paraqitje? Po ja bën. Jo më pse si ja bën këtij tjetër po shkoni. Po. Se Roni kërcënoi vlla, kërcënoi. Jo më kur kërcënoi. Kërcënoi dëshmitarët vlla. Jo më. Po lene tash provat e këtyre. Po pse s'fusin burg, pse s'fusin burg Belina Ballukun? Hajde. Sepse s'po prish prova. Po fusin pra. Po jo më vlla. Po fusin pra i hoqëm. Ata dhon të jetë pas Berishës. Ore tash ti the vet me gojën tate që kjo është mas para prakë për shkuën burg Berisha. Po para prakë dhe kur do shkoj? Po burga çon gjykata se ç'o spaku. Berisha ka 35 vjet që tall me nderën në këtë vend e burg. Sepse s'ka pas Spaku, po tash ka filluar tash jo trem. Tash ka ik. Erdhi Spaku u bë Shqipëria s'e di. Fal më një minutë këtë Spaku nga kanë ardhur më. Mos kanë njerëz sa ja për qiell këto, me këtë sistem drejtësie ndrit këto më. Këto kanë vjet edhe këto Spakut, po të garantojnë, kanë vjet, kanë bë korrupsion, kanë bë vila, kanë bë po. Po, çfarë opsioni? Çfarë, si do marr shembull nga këto Spakut në burg, mos na luaj mend. Po, orva, si do bosh ti një prokuror që të fuzin burg njerëz me ulur drejt. Po do gjesh pra njerëz më të mirë që kemë në Kalpsis, janë gjithë kalp, do zgjedh kush është kokun më pak e kalp, do ta vesh aty, do i vesh në presion se janë këto Amerika mbrapa se për të ishte me Spakun e kishin kap për veshje këto.
Po ka Amerikë, ka Europë që nuk i lejon. Ne bot spaku sikur janë shqiptar spaku apo burr. Mimi. Spaku këtu janë rrit me këtë sistem janë rrit. Nga këtu janë bot. Kalimi tem tjetër se këtu s'u morëm vesh. Jo më e kam para te unë që unë jam unë po ta them. Duhet goditet korrupsioni se apo makthi këtij vendi nuk diskutohet. Edhe unë po them nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë. Po dihet tash një institucion që po godet ti thon pse godet. Jo, jo, nuk thash se godet. Mash standard të njëjtë, këtë po të them unë. Po standard. Pse me dibush, pse ky Fatmir Mediu? Pse më sillet ky poshtë lart? Nuk e di më se unë nuk i aq më. Do të shikoj, unë nuk kam ministri. Ty semren aty, Po t'jom vrajë a ka krim motoron në këtë vend? Se 27 vjet që janë vrarë. A do të themi gjë tjetër? A ka krim motoron që kanë ndodhur në këtë vend? Do të themi gjë tjetër? Aty duhet të jetë Berisha, përveç Po pra të dy. Dakor me ty jam unë. Po nuk e di sepse nuk e di ku do të shkojë hetimi, deri ku ka për të shkuar se hetimi është vazhdim. Po pra se hetimi është vazhdim. Ça hetimi kur? Po vjen se këta thonë për shembull që pse setohet Rama për incineratorët, ndërkohë nga krau tjetër nuk thonë pse setohet Berisha për Gërdecin. Po të jetë me të standard që kërkojnë. Hajde, se s'ka problem. Nëse. August, tash ti në këtë situatë, po hikën dhe balluku. Po. Si e shpjegon si sociolog? Po. Nuk ka reagim popullor. Pse? Si më duket që njerëzit janë fare të qetë. Restorantet plot, tu hangër, tu pi. Si për herë. Po. Ky i thret në protest. Imagjino çfarë është ajo që thatë ju që nuk i shkon njëri se ky është i soi. Pra si do ta zgjidhësh? Vetëm me spaku do ta zgjidhësh? Ka dy gjona, domethënë pse, para shqiptarët janë popull që nuk para. Jo, se po ta kenë thikën fyt, po ta kenë thikën fyt ngrehen. Po dakor. Po nuk e kanë thikën fyt. Pra kur flasim për varfërinë. Kanë çik lëkurën e trashtë fytyt shqiptarët. Mirë, kanë lëkurën e trashtë, po nuk ka, tash më thon drejtën se vetëm makinat shohësh që lëvizin gjatë gjithë ditës. E kur është weekend nuk shkohet në Korça, nuk shkohet në Lezhë sepse vargu makinave, vetëm benzinë që duan ato makina. Pra, në një varfëri, në një vend të varfër, unë nuk mendoj që ke këtë luks që të lëvizësh në perëndim, sot është kriza, njerëzit kanë filluar me shkurtu qefet. Kurse në Shqipëri e ke shtum për shtum, ndaç dil nga Korça, ndaç dil nga Lezhë, ndaç dil nga Shkodra, ndaç dil ku dush i ke makinat, nuk hecën dot trafiku. Në Shqipëri nuk mendoj që Shqipëria është i vend daq i varfër. Do të ndryshë nga çashtu. Shqipëria është i vend me shumë resurse dhe për tepër Shqipëria është i vend ku qarkullon para shumë e madhe edhe para pisët, sigurisht që prodhon qarkullim. Dhe sigurisht që kjo bën që Shqipëri shumë njerëz jetojnë shumë mirë, nuk do të thotë gjë, edhe një pjesë tjetër jeton mirë. Por në këtë vend ka pastaj kategori njerëz që jetojnë në mizerje. Dhe sigurisht që problemi është që ky shtet ndryshe nga vendet tjera ku ka shtet social që një etj, ky shtet nuk i gjendet krah këtyre kësaj lloj kategorie. Megjithatë, kjo nuk është mendoj një arsye kryesore pse njerëzit nuk ngrihen. Ka prova, ose ka studime që thonë, për shembull Marksi ka pas idenë që duke u ngushtuar laku në fytyn e shoqërisë, duke u ajo thika që thotë duke shkuar në palc, atëherë shoqëria ngrihet dhe bën revolucion, thot Marksi. Por studiues tjerë që nuk janë marksistë kanë vërtetuar gjë tjetër, që është e kundërta vërtet. Shoqëritë ku ka revolt dhe reagim shoqëror janë shoqëritë që kanë një farë mirëqenie. Shoqëritë që janë në zgrip, që janë të marruar nuk ngrihen, sepse kanë hall bukë në dorë. Perëndimi është në krizë aktualisht. Perëndimi është në krizë aktualisht. Perëndim ka protesta. Ku? Her pas here. Po ka. S'ka ne kur ka shkelje, kur ka ngrenë. S'ka ne jo. Çfarë ka? Vetëm në Francë deri para sa po fike. Prap e njëjta rutinë. Ka protesta, por duhet të them këtë. Pjesa tjetër pastaj shoqënia edhe nuk ngrihet këtu në Shqipëri sepse edhe nuk ka alternativë. Ai mund ngrehet kur shef alternativë. Njerëzit ngrehen ta hedhin qeverinë, nëse vërtet ka një opozitë serioze. Ku janë se do dalin këtë gjë? Ku janë ato që predikojnë çdo natë nëpër banaqet e darkës dhe e prezantojnë veten në intelektualët, Ku janë kjo që quh veten elit? Ku është ky mendim elitar? Ku janë këto think tanker? Një nga këta banaqeve që dele flet me shpirt opozitari, me gjuhë vulkanike, zjarrt kundër gjithë tjerëve përveç opozitës, madje kundër gjithë shoqërisë që zbohet me opozitën, e pash i ditë makinë e oligarkut të shkuar në stadium tu pa neshin. Po. Domethënë, kjo problemi këtu, sepse tu elita e këtij vendi është e korruptuar, e degeneruar,
është e kurvëruar me ata që shtypin e vjedhin këtë vend dhe është bashk pjesëmarrëse, bashk vjedhse ndaj këtij populli. Dhe sigurisht që njerëzit tashmë nuk kanë besim te asnjëri. Madje s'ka besim edhe unë këtu se për njerëzit dhe me gjysmë drejtë, kush del media është hajdut si këta. Po mi më ja le të vinë kontrollojnë ti gjejmë. Patjetër më po, ngajherë mu vjezor që dal media, sepse detyrimisht identifikohen me këtë kategori njerëzish të cilët erdhë këtu pra, edhe në media, edhe në politik, edhe në administratë, nuk janë gjithë hajdut. Pra identifikohesh me kategorinë njerëzve të cilët e kanë rrjep këtë vend. Dhe ky vend nuk është rrjep vetëm nga politikanët, politikanët janë ata që kanë firmos për rrjepjen dhe vjedhjen e këtij vendi, por legët janë da midis një trekëndshi ose sa i bie më shumë, pra midis medias, krimit organizuar, biznesit, politikës. Dhe këtu pastaj janë gjithë rrjeta e njerëzve me radhë, përfshi këtu edhe gjyqësorin shpeshherë, ish prokuror, ish gjykatës, e ke pasur që ish gjykatës, ish prokuror që i kalon vetimin për jashtë, dalin se bëjnë analistin kundër Spakut dhe kundër reformës drejtësisë. Jo më vëllai, vetëm kaq, po të janë bërë deputet. Po, deputet. Kanë dhënë dorëheqje, edhe kanë dalë promocion në shtru vetingut edhe sot i ke deputet. Ky është sistemi, ky është rrjeta. Ata këto pranë solid sistemi, sepse ka krijuar rrjet gjonash të cilët me prishkët duhet me i prej një nga një dhe shumë vështirë me i prej. Por unë ta thash, për mua media është një nga dhe media është dhe shumëtues, sepse njerëz të cilët bëjnë dhe moral dhe janë më të thjeshtë se ata të cilët akuzojnë, kjo pastaj është shumë shumëtues, sepse këtu pastaj ti ma peng përveç shoqërisë, përveç institucioneve, përveç parave në këtë vend, po mban peng dhe opinionin, mban peng trut e njerëzve. I bë sallat trut e njerëzve për ditë, lloj plehu, lloj i toksinash truve të shoqërisë, si që ata të mos kuptojnë çfarë punon dhe të mos ngrihen dhe të kërkojnë të drejtën që ju takon njerëzve. Dhe kjo është për mua. Këtu është gjithçka e kapme dhe prandaj ky vend është prandaj u shpresova dhe kam një lloj shprese që vetëm nga jashtë mund të vijë ndryshim, sepse mrena këtu është kap gjithçka. Dhe në tilla raste edhe sociologët thonë, studiuesit e sociologjisë thonë, asnjëherë nuk kanë ardhur zgjidhje të mira, afatgjate, stabile, një minutë mbare, kur ti beson zgjidhjen me një Deux mashina. Kështu që prap jam dakord me ty, por një gjë. Ja një sekond të mbaroj. Prap Spaku, nëse do themi arrestoj 100, 200. Nëse ti nuk gje mekanizmat e ndërgjegjësimit të kësaj shoqërie, sepse edhe ai tjetri që do të vi prap do të vjedhë. Pse do të vjedhë? Do të vjedhë sepse, ore, po thotë do të bëj 1 vjet, 2 vjet burg, miliona dollarë kam jetën e siguruar. Ajo që po them unë kështu është, pra, ndërhyrja nga anën tjetër unë them këtë, a do të merren lekët se ky ndëshkimi se ka ndodh, po ndodh. Që i kanë dëshku, kanë boj vjet, kanë dalë 6 muaj lekët i kanë e shihin jetën për bukuri. Edhe fillo krijohet kjo kulturë tash i gjë njerëzit un. Apo kështu tash kjo thuhet për ditë. Ore, po i bëj dhe unë 2 vjet burg për gjithë parë për 50 milion dollar. Po sosh i vjetë se Erion Velia rrezikohet 2 më deri në 15. Po ç'kemë se pas ke kap me Erion. Po mor një rast për gjithë me vëlla ti ke. Se ke dalë protesta aty. Ky tjetri. Lene më çe ke kap me Erion. Ky ka bë 4, sa ka bë deri tash. Po 4. Kështu që dhe rrezikohet bëhet 2-3 tjera se do i shtohet prapë për atë. Pra tash bë 5-6 vjet nuk kam parë. Po mi më ore pas dhe dyta ka dhënë gjë tjetër. Që pikë parë herë ta heqim Hajdutin nga vendi vjedhjes. Pastaj sigurisht që po ja morën parët akoma më mirë. Po problemi është se varet ai se gjë ku i kam çef këta, se këta i kam çef nëpër offshore, nëpër gjona me proxy, se këta janë ustallar, jo vetëm me vjedhjet, po edhe me çef, se Hajduti mirë nuk është thjesht ai që di me vjedhjet, është ai që di me çef. Kështu që këta për të çef megjithëse parasysh ti janë ca për këtyre që thonë vetëm dhe i shpikom thotë, nuk ka asgjë. Se si ka asgjë në emër të vetëm. Ti kishe Trumpin me gjë ato akuza që s'kanot që sulmon kapital dhe vje puna e ke president sot. Tash mos na e boni se so ideale kërkon kjo botë. Na keni bosë. Po nuk po kërkojmë ideale. Se korrupsionin pra. Korrupsionin pra ne mësuam, nuk unë kërkoj ideale se unë di që këtu më udh përpjet, po të paktën të normale. Unë ta thash edhe një herë tjetër. Të kemi edhe ne hallet si Europë. Ti jena edhe ne të korruptuar si Europa. Ti jena edhe ne keq si Europa. Po ne jena funi botës më. Po se s'ke qenë asnjëherë pjesë e Europës as mendsi. Se edhe Europa është keqe, po amon të kemi edhe ne hallet që kanë ata. Se pa halle fare di, po të paktën kemi halle normale, jo halle shqiptare. Ergys për të kalu ke pjesa tjetër. Po. Ke bo një shkrim që më boni shumë përshtypje, po edhe të tjerëve dhe shumë njerëz
diskutonin për këtë shkrim, panajiri i kotësisë dhe kotësive shumë shkrimtare pak lexues për panajirin e librit. Dhe ajo që ti shtron aty është që kemi shumë shkrimtar, kemi domethënë dhe është e vërtet që në frymë popullsia nuk e di do të jemi vendin parë në botë për shkrimtar. Për shkrimtar dhe i funit për lexues. Po. Mirë, po çfarë vlerash kanë këto libra? A ka vlera dhe a kemi ne lexues megjithmenë që t'i kushtojnë librit, sepse unë mendoj edhe për ato që i flas prapë që themi elita, po të kishim një kulturë libri, po të kishim një kulturë për të bukurën, për etikën, për estetikën, nuk do të silleshim kështu as në politikë, as në parlament, as në tallavate darkës, edhe as në showbizet që bëjmë ne, që janë një masakër e vërtet estetike. Unë shkrimin unë nisa nga që ato ditë të panajirit pash një super vëmendje të medias, gjë që është anormale totalisht për një popull që lexon dhe për një popull që librin e ka në vend të fundit në renditjen e vlerave, të cilët për ditë flisin për panajirin, për librat, thrisin botues, thrasin kritik arti, kritik letrar, intelektual, flasin për libra dhe thotë se këtu tash këta bëjnë namin, këta ran përmys mbi libra dhe këta janë dietar të mëdhenj dhe nuk e di ku do të çojnë gjithë këtë dije, ka pas thonë njëri dikur, domethënë. Në fakt, po të shohësh shumica e tyre ignorant komplet, e njerëzit s'kuptojnë fare nga libri, që s'kan asnjë lloj shije, të cilat biles njëri për këtyre kam përmend aty, kam pa ditë para ca kohësh që thoshte, shiko, filan libra janë një lloj kategori libra që thoshte, këto janë libra thoshte për plazh, për shezlon. Edhe unë i fillova të ndaj libra për shezlon, libra për makinë, libra për gjumë, libra për dhe librat janë si hapet e farmacisë, si ilaçe. Do zë gjumi, po dhem koka pikë, dhem ajo. Nuk kam një gjumë botë që vjen sezoni verës, libra që duhet bëni me veten plazh. Çoja, do të njeriu lexon se ka një prirje estetike apo se ka një interes për dije apo, do të thënë, pra kjo tregon që këtu ignoranca është instaluar në elitë dhe problemi është dhe këtë mendojmë që dhe besoj bashkëndajmë këtë mendim se aty të kam pa që je shumë i zellshëm në ose e ke pa që sa unë neveri këtë lloj pocaqie, këtë lloj shtirje totale që kemi ne. Domethënë që është edhe kjo ka ardhur nga lart, ka ardhur nga manipulimi, simulimi që i kemi bënë vlerave dhe nga falsifikimi, do të thotë. Dhe falsifikimi. Dhe prandaj nuk kemi sistem vlerash, sepse vetëm raporti me të vërtetën dhe raporti me të vërtetën sjell vlera. Sjell vlera, sigurisht. Kështu që ne nuk e kemi këtë, e kemi edhe nga komunizmi, që kemi rënë gjithë jetën. Dhe pastaj s'po di duke filluar dhe me shkrimtarët mëdhenj, që kanë vlerë, por nuk kam atë vlerë që ne i bëjmë tullumbace e frymë që gjithë bota nuk mund të rri pa themi pa Ergjys Mërtirin ose Ilir Demalin. Nuk është e vërtet. Ne sot botën e kemi të vogël, e kemi pa të gjithë, e dim, shkrimtar përkthehen ku dush dhe përkthehen po deshe edhe ti dhe din dallimin e çfarë shkruajnë ato. Po të kesh parë edhe ti nesër shkon në një shtëpi botuese, pagu lekët e përkthen librin. Si këtu që botojnë libra. Çdo njeri ka drejt botoj, por aman siç e kemi bërë me medaljet, me dekorimet, me gjitha. Ne kemi krijuar një inflacion dhe ky inflacionim ka humb edhe atë vlerë që mund të jetë. Sepse nuk beson më njëri kjo që thotë për çfarë do të shkojnë panajirin e librit. Po sigurisht. Dhe, domthon, verë edhe është që ti ke botues që japin mend popullsisë, të cilët nuk kuptojnë realisht domethënë çfarë është një vepër letrare të si. Për shembull, thonë, pse është kjo vepër e mirë? Sepse lëvron dashurinë e sinqertë midis një çifti që jo mos sepse e ka shkruajtur filani, kaq. Po kjo është vlerë letrare më vllai. Kjo thjesht tregon për çfarë flet libri. A ke interes ti për këtë temë apo jo? Po nuk është interesi jot për temë, ajo që jep vlerë librit, domethënë dhe kur ai që e merr vetë, ai e njeh vetëm për botues dhe njëri kritik letrar dhe flet me këtë gjuhë, imagjinoje se kjo gjuhë kalamajsh, domethënë unë nuk jam kritik letrar, nuk jam ekspert i letërsisë. Por e kuptoj që ky është idiot, ky është më keq se unë që nuk jam ekspert. Domethënë ky është nivel banal. Ke plotësisht drejt. Dhe ku është problemi? Se këta kanë krijuar kast njerëzish. Dhe ky është problemi. Ktu në çdo fushë ka nga i kast. Në sport ka i kast, në kulturë ka i kast, në akademi shkencave ka i kast, politik, media, gjithanë kanë kast. Dhe çfarë bëjnë? Marrin njëri tjetrin, dhe ky është pjesë e një korrupsioni total shoqërisë tonë, që në çdo fushë ma peng fushën ku është. Dhe këta njerëz marrin peng fushën e botimeve.
këta janë aty si barit e një livadhi dhe i çojnë delet ku duan këta. Këta sepse këta bëjnë reklamë, këta bëjnë marketing, dhe shihni librat më të lexuar janë librat më mediokër që ekzistojnë, të cilat unë po të kisha në dorë do ja analoja policisë të lexoj. Po të kisha mundësinë e censurës, po unë jam kundër censurës se analoj, po ama në thelb pse janë libra toksiko, libra pa pikëvlere, domethënë. Ata janë libra me tirazhe pafund shitën. Sepse këta kanë kap shoqërinë, ka kap nëpërmjet medias, nëpërmjet përpunimit, nëpërmjet tërheqjes për hundëve që i bëjnë këta publikut dhe lexuesit, i çojnë nëpër të ushqen me ple. Me fund, më thënë atë brëllogun që nuk i vlen askujt. Dhe vlerat e vërteta nuk dalin, se këtu nuk është se ka njerëz që s'bëjnë, ka bëj gjëra interesante. Unë për shembull po them kështu se njoh, Ermal Asime ka bërë një roman shumë të mirë për mua, interesant për kohën e komunizmit. E ka shkruar bukur, nuk është se e ka shkruar këtë rrëfim të, unë e kam pa dhe është do të thënë narrativa shumë e mirë, e ka vjet. Nuk kam patë morin e çmim, nuk e kam patë, kam marrë çmim diku, po nuk e kam patë që ta sugjeroj kush. Nuk është çmimi. Një shkrimtar tjetër, Enir Malile. Ti e di që unë e kam kthyr dekoratën time të presidencës dhe kam thonë, je më në rum pa dekoratë se sa me dekoratë. Edhe këtu në letërsi, je më në rum pa çmim se me çmim. Sepse është bo mullari kaq i madh. Po. Sa që nuk ja vlet i afrohesh, jo mot të pranosh çmimin nga ato. Pra ne po them, këto i bëjnë qefin. Kampanjë një shkrimtar të ri me prozë shkurtër. Fantastik, shumë i mirë, me gjuhë të këndshme të lezetshme dhe kap tregime shumë shkurtra godet për çdo. Pse një vazhduar Enir Malile, ka një planeti leshtor. Po se është i ri dhe nuk është i fut në rrethet e tyne dhe nuk çan dot mrena guacës korrupsionit në komunizmit. Në këto rrethe futen ato që s'kan vlera. Ato që s'kan vlera, ai që ka vlera e botë. Se ka një gjë tjetër, po ditë me shkruajt këta të spostojnë. Po s'ka më. Ore, po ti shive tash njerëzit. Me që kape njerëzit që morin çmime akoma. Se ti po merre çmime, më kujtoi një orë në faqe të vreva. Ishte dhënë çmime president, po se më kush ka qenë, i dha çmim artisti i popullit. Edhe shkojnë kafe dy qerasi tha shokëve se ka marrë çmim artisti i popullit. I tha një nga shokët, artisti i popullit tha, po. I këtij popullit? Po i këtij do të tha, po që ajo më vet kota. Se këtu ku s'është këtu janë gjithë korifej më burra, kupton? S'ka një log më banal po korifej. Je më me vlerë kur nuk je i nerum për këtyne. Problemi është që ky është ajo mundësia e që vjen edhe prej komunizmit, që kanë krijuar të rrethin e këtyne që janë servil, ka servilës, ato zvarritën prapë dhe të shifit sot çmimet që morin që janë ndajnë vetë zet. Mere, se s'bëhet një çmimi kadare, se s'bëhet një çmimi fishta, dhe kush e morin fishtën, e morin çmimin ato që kanë anatemuar fishtën, gjatë regjimit komunist. A e kupton në çfarë paradokse që jemi ne? A e kupton çfarë paradokse? Kanë spionu tjerë se lexo fishtën çeftës. Ato marrin çmimet sot. Pra ne po them është një sistem antivlerash që edhe një gjë që mund të ketë vlerë ti nga që neveritës, ai që theti neveritës. Elita kulturore në këtë vend, në vend tjetë promovuese vlerave, dhe ajo që e përhap kulturën dhe nxit lexuesin shkojë drejt kulturës vërtet dhe edukon lexuesin, është e kundërta. Kjo është ajo që vendos gardat për ta penguar lexuesin shkojë ke vlerat e vërteta. Për ta marrë lexuesin tek poçi ku lëshon gaza. Imagjinojmë tash ne akoma majmë si vlerat më të larta gjithë pjesën e shkrimtarëve të realizmit socialist. Dhe ne themi dhe janë po këto që thonë jemi kundër komunizmit. Sepse themi gjë, a ka këtu? A kuptoj çfarë absurde është këtu? Kemi kritik letrare më burrë, ke pa në njëti që të bëj kritik. Megjithatë. Pse janë shoqëni këta më burrë, çka bëjnë kritik shokut vetë? Pra nuk bëjnë kritik, nuk marrin, nuk analizojnë një gjë, nuk vetëm masturbojnë njëri tjetrin. Vetëm masturbojnë njëri tjetrin. Vetë publik pastaj ç'a bën? Se kjo është ky masturbim që thotë ti. Këta mos u bën televizor, aty populli mos u bën me selfie aty duan se lexo asnjë gjë, po ble libra sa më bëj me i pa kështu në Instagram i foto që ja shi un bleva libra, bleva këtë, bleva atë. Dhe në fund fare, kjo është e gjitha një shtirje totale, është një skenë kotësie ku gjithë dinë që bëjnë rolin. Fund fare, edhe sa un biles më tha bën blusha do vish. Po. Edhe ja kam lexuar librat. E kam lexuar atë kandidatin që ka shumë mirë dhe Beni ka me gjithmonë një gjuhë mirë dhe është shumë larg. Unë kam lexuar edhe tjetosh një dhe se lexoj mos, nuk kam çfarë fare. Atë se kam lexuar, po kandidatin e ka bërë shumë bukur. Si kam lexuar më këto të tjera, nuk di se di atë. Ti edhe vje puna që thash jo nuk vi. Po nuk vi për çfarë të shkoj atje.
Edhe po të bëj libër, nuk e çoj librin aty. Është maskarad. Ai panajir libri është maskarad. Kaq. Shiko, ajo ka një lloj vlere që në fund fare kush do me kërku. Po jo, është një vend ku i ke të gjitha. A kupton dhe për shkak unë shkoj se po gjithmonë më pak gjej se do më duhet me u lodh shumë me i gjet se çfarë bëhet. Më të ekspozumet janë gjëra që nuk ka pikë nderesi. Do të më gërmu në plan 2-3, domethënë me gjet. Po është që ke lodhur pak në Amerikë, kam 35 vjet. Nuk bëhet panajir libri. Del një libër, futet në Barnes & Noble, ose ku futet, via autori, ka kritik, via autori, firmos librat kaq. Ç'është ky panajir libri? Domthon tamam, ne jemi akoma operojmë si në regjimin komunist. Njësoj me matë mentalitet jemi. Dhe janë pikërisht këta shkrimtarë dhe artistë që majnë. E kam has kudo këtë që edhe në vene ku ka panajir kështu nuk ka kaq masivitet për raport popullsie. Sa shka këtu. Dhe kjo duket si unë rapar, po mirë pse ka shumë lexohen ne, më shumë se popujt e tjerë. Kuptohet që ne kemi falsitete më të madhe se popujt e tjerë dhe ky është problemi domethënë. Dhe falsiteti kemi na dëna falsitetin, për gjithçka e kemi na dëna. Tash problemi është që leximi, libri ka ra edhe në botë sot. Patjetër, po sigurisht. Ky telefoni, patjetër. Ky ka shkatruar miletin. Ka shkatruar. Do rinia janë fare kështu, dras. Nuk kanë më interes. Ajo që thotë me selfie, i keti me selfie gjithë rinin, tu dalë për shkollë edhe në Amerikë, i ke kështu. Megjithatë, Ilir, domthon, po ti se ti ke brat më shumë se unë nëpër botë, kudo nëpër botë, në Amerikë, sidomos ku keni ti, po në Gjermani është më tepër. Nëpër trena njerëzit lexojnë libra, po ti shohësh. Kamera pak. Kamera po lexojnë. Janë po ti shohësh. Duke ne nuk shoh njëri më valla. Kjo është çik. Ma këtu kush me libra me tu biles është turp se të shohin kështu që sigurie është. Çfarë do të veçojse në ai libër nga ky panajir që të pëlqeu? Po mbleva ca, domethënë mora na dhe Klejerin se pa kam interes kështu, ajo ka për kishte për Shqipërinë, po kishte një trajtim më sociologjik të shoqërisë shqiptare, domethënë. Pastaj mora një Julien Benda që ka një, atë duhet ta sugjeroj. Ajo është tradhtia e intelektualëve. Me atë Julien Benda është shqiptar? Jo, ma çfarë shqiptar. Se Benda. Julien Benda. Francez dhe besoj me sa diun. Tradhtia do ta marr. Ai ka një libër që unë kam pas cituar, se kam pas has në për kështu, shpesh. Unë kam bëu që thotë një ese dikur për intelektualët, domethënë se si intelektualët kanë shkatruar botën. Ka një teori që thot një autor interesant, Paul Johnson, thot botën thot nuk e kanë shkatruar thot budallin, e kanë shkatruar të mendshmit thot. Pikërisht intelektualët, se kryesisht intelektualët janë qenë më të korruptuar në botë thot, dhe ata kanë Kjo është vërtet. Ata thot majnë përgjegjësi për çai kanë shkaktuar miletin sepse ata e keq orientojnë thot publikun. Dhe intelektualët, se intelektuali në thelb është një kategori e caktuar shoqërore që nuk është as profesionist, por as për shembull ti nuk është domosdoshmëri se je filozof. Por është ai që merr vesh ka filozofia, po i flet popullit, ndërkohë që filozofi i flet njerëzve që kuptojnë nga fusha vetë. Nga shkenca e filozofisë. Dhe intelektuali është ai që i mbledh gjitha, ne i themi gjithon lok, përgjithësisht po është një racë e ngjashme me dhe shumë autorë thonë që intelektuali nuk është ai që ka dijen, por është ai që ka ideologjinë, pra që është i armatos me ideologji, pra që ideologjikisht jep drejtim gjonave dhe ka një kulturë gjerë të pasur, të mirë, por nuk është ekspert në asnjë nga fushat që njeh, pra i mikson gjithë fushat dhe nëpërmjet ideologjisë pastaj prodhon receta për shoqërinë. Ata që bëjnë këtë kryesi, jo të gjithë, sepse ka intelektualë serioze, por shumica intelektuale thotë karakterizohen nga egoizmi, nga perversioni, nga dashuria, narcisizmi, apo dhe duke qenë se ka këto lloj kompleksesh, ai thotë nuk i shërbej kurrë shoqërisë, po do të shërbej vetes, do të jetë duart rokit, bëhet populist, i shërben ideologjive politike, bëhet pazarxhia, kupton? Dhe nëpërmjet kësaj thotë e dëmton shoqërinë. Nëpërmjet Benda është një autor shumë interesant. Do ta marr. Edhe kom dhoni armët dhe mund të gjush gjë. Do ta marr ti nesër. Po sonte. Ergjys, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Gjithmonë debati me ty është i nxehtë.